Arrestimi i Ramush Haradinajt dhe treni serb me simbole nacionaliste. Sipas kreu të Komisionit të Jashtëm Marta Dade, janë akte të pastra provokative të cilat synojnë të cënojnë stabilitetin e rajonit e Ballkanit. Dade tha se kuvendi do të përgatisin seancë të posaçme dëgjimore për këtë çështje. Këto akte përveç se mundohen ta kthejnë Ballkanin në skemat e vjetra, nuk sillin asnjë gjë pozitive në angazhimin edhe tonin, edhe të shtetit shqiptar, lidhur me konsolidimin e stabilitetit dhe bashkëpunimin në rajon. Gjithashtu ngjarjet e fundit provokative në kufirin midis Serbisë dhe Kosovës, në Kosovën e Veriut, padyshim që janë akte të cilat do të vazhdojnë të mbajnë vëmendjen e Komisionit dhe pikërisht për këtë arsye kemi një seancë të posaçme dhe ne mbetemi të angazhuar për të dhënë kontributin ton. Marta Dade tha gjithashtu se Komisioni do të vijojë kontaktet me komunitetin ndërkombëtar për të sqaruar problematika të tilla që cënojnë bashkëpunimin rajonal.